Kur e pyetën Scipion Afrikanin, që ishte një ndër më të mëdhenj të gjeneralët e Romës, i thanë, cili është generali më i madh për ty, thanë, njeriu që kishte mundur Hannibalin, tha për mua generali më i madh, tha Shpiro e Epiri, tha, po kur nuk harrita ta kuptoja, pse mbasi na mundte, domethënë mbasi bënte një fitore taktike, nuk e çonte në strategjike që ta shtynte fitoren në thellësi, të na ndiqte, por lëshoi gjithmonë vidhte kampet, thoshte. Kjo ma jep iden që janë shqiptarë, me prejare shqiptare se aty e kemi merakun e që të marrin kampin, po nese, kjo ishte një batut për dal pak nga historia. Gjithsesi, apësoj dhe, do me thënë, grekrit, Helenët, ose më tha grekrit e sotëm, thonë që Macedonia ishte greke duke u nisur nga fakti që paka shumë Aleksandri kishte studiuar në Athinë dhe në një farë mënyre mos ndodhi ajo si që ndodhi me Romën, që Roma e pushtoi fizikisht, por Greqia e pushtoi kulturalisht. Mos ndodhi kjo edhe me Maqedonësit që u pushtuan kulturalisht nga grekët? Unë mendoj se nuk është ashtu. Kjo është një interpretim që e ka bë ma vonë historiografia greke, masi që është themelu shteti grek. Na dim që është themelu shteti grek, Gjermani ka qenë thtar, Otoja shkoi mandej si mbreti i asaj, ishte një revizje kur dhe faktori ortodoks shqiptarë atjerë Avarnetis e që shëzërun. Por ishte sistem, ishte në këtë kuptim, Aleksandri Madh pikërisht nuk është nështru as kulturalisht, as politikisht ndaj kësaj. Është koncepti i mërëtnive. Ai ka pas konceptin e perandërisë botnore, edhe koncepti i Helenëve, grekat historikisht janë kontestuar, Helenëve ka qenë poliset, kanë qenë merren me tregti, kanë qenë kështu një koncept shumë i ngushtë, edhe cili ka përjashtu e fuqinë e madhe. Domethënë, atë ka eliminu. Problemi tjetër kulturalisht. Po ashtu grekët ja kanë vesh vetë helenizmin. Helenizmin e mirëfillt, si një kulturë botnore e ka zhvillu Aleksandri Madh, e ka zhvillu sepse ai ka pas mësues vetin, e ka pas Aristotelin. Edhe idet që i ka marrë për Aristotelin, nëse shikohet, do thotë... Atëherë, më duhet të ndalohemi pak këtu. E vërteta që helenizmin deri në Aleksandri në Egypt e shoi Aleksandri. Nuk shkuan grekërit vetë. Po, prandaj unë them se ajo te na nuk është studiu, por botërisht dihet se Aleksandri Madh ka pas koncept krijimin e perandërisë së më të mirës, një perandëri botnore, e cila do të jetë kozmopolitën kuptimin e saj. Edhe jo rastisht për shembull kur shikojmë, Aleksandri i Madh është një fenomen botnor. Krahas asaj ushtarakisht që ka rrit ato të pa rritur në atë, sot gjatë ditën doktrinat e ndryshme ushtarake merren me atë. Si ka pas mundësi me 500.000 ushtarë shkoj deri në Hindukush dhe pat kthehet ka ato shkretinat e Iranit, atë dhe të kaloj prapë në këtë pjesën tjetër. Por ajo shka është më e rëndësishme. Për mu ndërlidh me ata që thatë kulturë, ai ka ndërtuar 10 qendra botnore. 10 qendra botnore nuk kanë pas kur gjotë të bëjë me Greqinë dhe me ata, sepse ata Greqia, polisë, nuk ka pas kulturë të fuqishme. Ekspansioniste, nuk e kishte kulturën ekspansioniste. Nuk ka pas, sepse dhe ajo që ja ka ndaj madh helenizmin dhe grekëve është edhe kultura mikene, se nuk janë kulturë greke, ato janë kulturë më të shumti që merren pelazge, një fuqie. Kultura e mikenës ata në fakt thonë që kanë ardhur nga Afrika edhe vetë. Është një kulturë e cila nuk ka të bëjë me helenizmin, por arkeologjikisht edhe ka pikpjekje me ata që quhet një substrat parailira, protoilira, apo pelazgo tjera që metet e hapur, por grek helene nuk është. Merre Babilonin për shembull. Si e ndërton Aleksandri Madh? Deri në Hindukush atje, 10 qendra botnore, edhe e fundit që është një monument botnor, dhe sot dhe gjithë ditën kulturalisht është Aleksandria. Biblioteka Aleksandrisë ka qenë më e pasur në botë për ka librat, i ka grumullu dijet botnore, si do ta bonte dikush jashtë me një koncept polisit, një koncept që mund të merret një mahall. Koncept Katuni që mund t'i themi sot. Kur kam parë qytetin e Mikenës, ishte vetëm një fshat, domethënë i vogël. Aty është problemi që këto neve na metet, po historiografia botnore, s'paku kulturalisht dhe filozofikisht e tash, idet e filozofëve të antikitetit që në marrë. Edhe ato e në problematikën kuptimin, sepse grekët i kanë përveçuar ato.
Shumë ide të helenizmit janë ide të këtij konceptit universalizmit botnor. Konceptet që lidhen me botën ilire. Edhe sot e gjithë ditën edhe mitologjia dhe gjithë ato që sot spjegohen vetëm. Në fakt, deri para 100 vjetësh ky është quajtur Gadishulli i Lirë, vetëm ajo ka qenë Iliriku. E Napoleoni e quante mbretëria e Lirë, për shkak ku krijoi mbretërinë e vet. E bani në pjesën verior të ne e quajtën një mbretëri ilirike, por nuk qëndroi shumë, por mirë atë koncept.